Kështu ka thonë Shej Muhammedin bin Salih El Uthejmini, Allahu e mëshiroft këtë hoç, i cili ka thonë kështu: sa shumë do t'i bjen pishman ata që humbën fenë e tyre për dunjon e tyre. Mirë, po kur do ta kuptojnë këtë humbje? Përgjigja, kur të vdesin dhe në ditën e Kiametit. Në momentin e vdekjes dhe njerëzit pasi se vdesim, varrosëm. Edhe tash, ai që ka vdekë nëse ka qenë i mirë, besimtar i mirë, vepër mirë, i vjen një njeri me fitirë të bukur, i veshër bukur, edhe ki thot, kush je ti? Thot, unë jam vepra e mire jotja në atë botë. Pa, e ki tjetri që ka qenë i pa drejt në këtë botë. I keqi. I vjen me fitirë të mrolt, Horror. me tesha, do me thonë, njeri i frikshëm. Po. Thot, kush je ti? Thot, vepra e keqe që ke bo në atë botë. Çka bën e gjejtë këtu? Ibn Uthejmini shumë bukur ka tregu. Nuk guxim me humb ahiretin për këtë botë. Apo? Se shansat i kemi mos me humb. Diturinë e kemi, këshillat i kemi, Kur'anin e kemi, sunetin e kemi, hoxhallart i kemi, prindërit po. Krejt bet mirat i kemi. Ama ndonjëherë zemrën njeriu kur e ka gur. Edhe hidajeti edhe udhëzimi nuk të përton taj. Por atë shkak, po e këshilloj vetën dhe ti dhe të gjithë ata që do të na shohin, do të na dëgjojnë, mos habitemi shumë me këtë botë. Kjo botë, por me të vërtetë ka të mira. Ka të mira që ne nuk i dim. Ka të mira që s'kemi pa. Ka të mira që si kemi shiu. Ama Allah e di mësë miri pse s'na ka dhënë këtë mundësi. Se ka njerëz që nëse e shion një të mirë, jetë me raki ati, edhe e hump, edhe botën, edhe këtë botë, edhe dështon këtë botë, edhe hump ahiret. Por atë shkak Zotit t'ja lam ne, ata që na ka dhënë në këtë botë, e shfrytëzojmë. Atë që nuk na ka dhënë, nuk miremi me atë çështje. Në këshire Uthejmini thot këtu, humbja e fesë për dunjon. Do është edhe në pitje dhe një biznes, diçka. Dëgjoj, tash një njerëzit, çka bëjnë në këtë dunjë? Që nuk janë fetar. Që nuk janë njerëz që punojnë me fe. Për shembull, në punë, punojnë me padrejsi, me kamat. Mundohen me vjet njerëzit, mundohen me rrejt njerëzit. Për ma arrit, me bon një pasuri, mu knaqë këtë botë. A realisht e ka humbë fejnë. Nuk mundet me qëndrua dhe imani edhe kamatat të njeriu. Nuk mundet me qëndrua dhe vjedhja dhe imani, feja të njeriu. Nuk mundet me qëndrua dhe mos respektit e babës dhe nanës, ose në nëshmimi i babës dhe nanës dhe feja. Nuk mundet. E kjo dunja, as gjabe ne, përmendëm për një as gjabe nuk është. Asgjë nuk është. A mos e mire e din, tash mos kësaj kur ta përfundojmë, shkojmë në spital. Edhe i pyesim ata që janë sëmur, kanë probleme serioze. Thonë, çka kjo dunja, tregon çka kjo dunja. Kjo dunja thotë veç gajle, edhe veç probleme, edhe veç padrejsi. Ama a duhet me jetu? Duhet me jetu. A duhet me punu? Duhet me punu. A duhet me studiu? Duhet me studiu. Se patjetër e kena me jetu këtë botë. Ama Allah subhanu ta'ala këtë botë nuk ka dhënë njerëzve veç me sprova. Me fol drejt, kemi edhe të mira. Po tash do të ndonjëherë as sprovat s'dim si me te kalu, as me të mirat që Zoti na ka dhënë s'dim u knaq. I komplikojmë, i përzim. Nëse si njerëz. Por atë shkak tash vetëm se me u knaq këtë botë pa rregulla, normale që humb njeriu fen. E humb fen, e humb kambin, e humb familjen, e humb autoritetin. Çka ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Ka thonë nëse nuk vjen marrë çka të dush ban. Ta njerëz që e humbin fen për këtë botë, pa nëherë kanë humb turpin dhe marrën. O edhe ai mbreti që o mbret. Vallahi, mes me pas turp del edhe ai te dera. Me brin 100 dinar. 50 dinar. Mani pse mbret. O nëse njeriu nuk ka marrë, nuk vjen turp, kret gabimet e mundshme dhe të pamundshme i ban. Por atë shkak tash se pak me emocione, apo dukem nervoz pak? Jo, bëk nacho fort. Se ndonjëherë unë tash duke më pyetje,
Po, ndoshta po nervozohen atë njerë. Si do qoftë, unë e këshilloj vetë dhe të gjithë ata që na dëgjojnë dhe na shohin. Mos me hum fe. Ja, as fejnë, as kombin, as traditën, as familjen. Po ndryshe, Shehu Uthejmini thot, do të bëheni pishman Po. Po kur të vdesin dhe ditën e kiametit. Ai që e ka hum fe. Po, në varë ka marrë me të pitë. E di, kush ka qenë Muhamedi Islam? Nuk e di. A më rëvesh, ka me të pytë një pyetje atë që i ki pas merak të këtë botë, në haram. A këtë e dia, kjo po të kujtohet, a? Këthim prapa s'ka. Kur kemi pa të punë të haramet e vogla, që i ke bon këtë botë, tu kanë duk të vogla. Po njerëzit, o gjë haram i vogël, beki. Gabim i vogël, mëkat i vogël. Ja, të Zoti në ka mëkat vogël dhe të madh. A do më thonë, pishman do t'janë krejt në momentin kur ti në varë. Në varë, prej në varë, me njëherë kanë më bo pishman. Kukove, që ka kanë me gabova. thonë, ja lejteni kun të turaba. Ma mirë të kishim qenë dhej, dhe loqë dhe balt, e jo njerës. Prej në varë kanë me thonë, se henes kanë me dalë para Zotit. E henes kanë me dalë para Zotit, kanë me thonë përgjithësi. Kush, se cili prej nesh, për veprat që i ka bon këtë botë. E pas te kanë mu da punët atje. Dikush ka me shku në xhenet, dikush ka me shku në xhenem. Ka me pas edhe njerës që kanë qenë të mirë, po kanë gabime. I lajnë gabimet edhe dalin në xhenet, inshallah. Do më thonë, i mirë ai i cili e humb fejnë islame, e mos flasim ato që e shajnë fejnë islame. E shive, ne na do folë për musliman që janë brenda fejës, se na do folë për e musliman. Edhe për ata që kundërshtojnë fejnë, ata janë tjetër temë, tjetër mabet. Edhe ato do të shjojnë dënimin. Ato kanë me shio ma mirë vrasht. ata. Ata, shive, këta që janë musliman, edhe pse kanë gabime, nëse pendohen Allah i falë. Allah i mëshiron njerëzit. Po edhe ata që janë musliman. Nëse e pranojnë islamin, Në ta pranojnë fejnë islameve. Në ta pranojnë fejnë. edhe shpëtohen. Wallahi feja janë s'ka. Shive, ata mos e krahasojnë fejnë islame me mund dhe ti. Ne si besimtar mund me pas gabime të lloj-llojshme. Ai që gabon në mëngjes pendohet në mbrëmje. Natën, ai që gabon në mbrëmje dhe natën pendohet ditën. Ama ai që nuk ka musliman hiç, ai që ka me bo. E kupton tash? Dunjoj dhe ahireti. Ata që nuk ka musliman kanë mundësi mu knaqë, edhe pse për njeriu kjo botë, shumë problematike. Shumë është e padrejtë, vallahi po. Jo veç to. Se ka njerëz, thonë me konë dë një shtet tjetër, dë një vend tjetër, ma mirë, ja, me ku du shko njësoj. Qata njerës janë. Qata njerës janë. Bila ata mundën me e bon problemin që ne me hektu. Do njerë ne mendojnë që ne veç ne fajti kena. Po, ne fajti kena. Ama dikush na imponon. Na imponon edhe knaqet me gabimet tona. Bile ata mundohen ata filmat e tyre me i bon në përmjet neve.